Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Moderatorja e njohur habit ndjekësit bën veprimin provokues në mes të marketit. Postimi i ri i moderatores së njohur Emily Ratajkowski, në të cilën ajo shpreh mbështetjen e saj për kryetarin e ri të bashkisë në New York, Zorab Mamadi, ka shkaktuar reagime në rrjetet sociale. Modelja dhe aktoreja 34 vjeçare ndau një postim në Instagram, i cili megjithse për shumë njerëz kufizohej me mungesë respekti. Në pjesën e parë të postimit, ajo shfaqet në një video duke bërë twerk brenda një marketi në korridorin e patateve të skuqura, e veshur me një fund të zi transparent dhe një bluzë të shkurtër me shpinë të hapur. Videoa u shoqërua me një referencë të qartë, New Yorkun e Madamit, disa ditë pas inaugurimit të kryetarit të ri të bashkisë, i cili u zgjodh si kandidat i Partisë Demokratike dhe është kryetari i parë mysliman në historinë e qytetit. Megjithatë, reagimet u bën më intense kur përdoruesit pan foton e dytë në postim. Në të, ajo shfaqet me një stil krejtësisht të ndryshëm, e veshur me një hijab të bardhë gjatë vizitës së saj në xhamin Sheikh Zayed në Abu Dhabi. I njëjti postim përfshinte një foto të tretë në të cilën ajo pozon në një selfie me një bluzë të bardhë të ngritur lart, duke zbuluar dekolten e saj, të cilën ajo sigurua ta priste në mënyrë diskrete. Postimi përfundoi me një foto nga Halloween ku ajo pozon me djalin e saj 4 vjeçar, Sylvester Apollo Beer, ndërsa eci në rrugë për festën e zakonshme. Në komente, disa përdoruese quajtën kombinimin e imazheve të pafat dhe fyes. Në të njëjtën kohë nuk munguan komentet pozitive apo humoristike. Zorab Madam mori zyrtarisht detyrën si kryetar bashkie e New Yorkut më 1 janar në një stacion historik metroje në Manhattan, duke vendosur dorën mbi Kur'an. Zgjedhja e tij u konsiderua historike pasi ai është kryetari i parë mysliman i qytetit.